Pjesa më e madhe e banorëve në njësinë administrative të Dajqit kanë zgjedhur të merren me bimë dekorative, duke u kthyer kështu në furnizues kryesor, jo vetëm për tregun vendas, por edhe atë ballkanik. Në dekadën e fundit banorët e Dajqit kanë braktisur bujqësinë, teksa punishtet e tyre janë përqendruar në kultivimin e bimëve dekorative. Ylli Kolaj tregon se pasionin për bimet e ka kthyer në profesion dhe prej 8 vitesh eksporton në të gjithë Ballkanin bimë dekorative. Gati të 9 vite që merrem me këtë aktivitet. Bëjmë shitje në të gjithë pjesën e Europës dhe pjesën e Ballkanit. Deri tani është shumë të kënaqur. Kur nisi të merrej me bimë dekorative kishte vetëm disa lloje, ndërsa sot është kthyer në një nga furnizuesit kryesor. Ja kemi nisur me shumë pak, por tash faleminderit Zotit edhe normalisht edhe krave tonë. Ne jemi 7% prodhues vet, që e prodhojmë vet. Një pjesë e marrim nga Italia, një pjesë e marrim në vende të ndryshme, por 7% jena prodhues dorës parë. Tregun e keni të garantuar? Tregun e kemi të garantuar. Vështirësia më e madhe është gjetja e punëtorëve. Të mushuarit e zonës janë disa prej punësuarëve sezonal. Ata tregojnë se të merresh me bimë dekorative është pasion, e nga ana tjetër këto të ardhura u vinë në ndihmë për nevojat që ato kanë. Unë në fakt nuk del për ditë, jam një pensionista, kupton. Vetëm kur ka nevojë ylli, merr, punojmë për më i thje veti me diftë drejt se pensionet e kena të vogla, me thënë vërtetën. Për me lule kam pasert, e kam në shtëpi. Edhe aty mundohem të shtëpia me bë diçka, kupton ti, me miell. Dhe me thonë, e kam e pasin, e kam pas gjithmonë e pasin. Moshën se kam qef punit, kam qef me punu. Një më i thje pensionit, se kooperativet. Bimë dekorative, edhe nëse mbesin stok, nuk prishën, duke u dhënë kështu mundësi fermerëve të zonës për shitje vit pas viti. Tregu kryesor i bimeve dekorative që prodhon në zonën e Dajqit mbetet Kosova dhe vendet e rajonit.